Selam aleikum, thot a pranot namazin nëse je lidh për më fal ose i ke kry 2 rekate dhe në momentet dëgjon ezanin të thirr. Aleikum salam rahmetullah. Nëse je në xhami edhe je lidh me niyet nafilës, vazhdoje, nuk ka problem. Kjo është një mesele pak më gjon, por nuk po du me detaju. Vetëm që kaq. Vazhdoje derisa ta kryj nafilën, jep selam më shpejt, shko ku më nxon farzën me imam, nëse është farz. Rasti i dytë, nëse ti je te shtëpia tu e fal farzën dhe ke mendu që ka hyrë koha namazit, ke mendu që ka thirrë ezani kur mrena namaz po e dëgjon ezanin, në këtë rast çka themi? Themi inshallah taala nuk ka problem për një rekat, 2 rekat, 2-3 minuta, për arsye se ka tolerime përderisa bëhet pa qëllim. Ka tolerime përderisa bëhet pa qëllim. Nëse bëhet me qëllim, atë nuk ka lejuar, sikurse te iftari. Nëse bën iftar me qëllim 2-3 minuta përpara, e prish. A nëse bën pa qëllim 2 minuta që ka i koha, inshallah taala nuk e prish as iftarin, as namazin, e vazhdon namazin edhe pse i ke kry 2 rekat. Pra, gjithmonë du ta kem parasysh, Islami i pranon, i parashel lehtësimet përderisa janë mrena argumenteve. Allahu të rujt.